Great Reset, reseti madh botëror, ose më mirë si thuhet në Shqip, rivendosje, nuk është fjalë eksakte, por ndiqeni me vëmendje. Unë do them ato çka di. Shumë prej jush më kanë shkruar dhe duan që të informohen. Unë them se kanë të drejtë që të gjithë. Ka të drejtë populli, kanë të drejtë edhe ata që po e përgatisin resetin e madh. Mos paragjykoni, vetëm dëgjojeni me vëmendje deri në fund dhe më thoni nëse unë kam të drejtë ose jo. Pres komentet tuaja, normal. Kush është rastisht do t'i lutesh aty bëj like faqe si shihemi sërish dhe ju faleminderit që jemi bashkë. Great Reset, reseti i madh. E keni parasysh kur merrni kompjuterin dhe i bëni një reset kompjuterit? Pra ta pastroni, disa gjëra dhe i fshini, disa të tjera i rregulloni dhe ose fusni dhe driver të tjerë ose ndoshta dhe pastroni që t'jetë më i lehtë për ta përdorur. E njëjta gjë po ndodh edhe me njeriu. Mirë po, njeriu harron, sepse njeriu imiton njëri tjetrin, çfarë thot njëri thot tjetri dhe të ashtu quajturat nivele shkencore i bazohen në disa të dhëna që këto të dhëna ndoshta ti nuk e kupton, por pa e kuptuar mund të jenë dhe të gabuara, sepse siç e kemi thënë, bota ka ecur në këtë rrugë. Ne kemi ecur gjithmonë për të bërë zhvillimin ton në disa ligje të gabuara, ndonjëherë jo gjithmonë, dhe këto ligje pikërisht na kanë bërë që të ecim më përpara dhe të jemi më të avancuar. Çdo gjë filloi në vitet 1970, ishte projektuar më përpara, por nga vitet 70 filloi që të projektohej dhe që të zbatoj dhe në vitin 1974 u firmos që të bëj reseti i madh. Askush nuk ishte bërë asgjë deri nga vitet 80. Sepse secili shtet kishte formuar shtetin e tij, le të themi kufit, sepse në vitin 1912 u formuan kufit, shtetet ishin, por u formuan kufit me një definicion preciz. Dhe deri në vitet 80 tash nuk ndodhi asgjë. Në vitin 1987, prafërsisht, 85, u hapën kufit e Marokut. Degraduan Marokun deri në atë pikë që i dhanë urdhër pastaj që të hapeshin kufit. Dhe kështu që filluan u shpërndan marokinit gjithandej. Në vitin 1988 ju dha urdhër Ramiz Alis, bile gjithë shteti shqiptar që të shkonin që ta kthenin dhe i dhanë urdhër që të takoheshin në Amerikë, në Washington. Pasi u kthye nga Washingtoni, Ramiz Alia dha urdhër që të ndryshonte çdo gjë. Pra ishte urdhër. Dhe në vitin 1990 u hapën dyert. Por kjo po ndodh edhe me afrikanët tani apo ka ndodhur. Pra reseti filloi në vitin 1974. Pra sepse u firmos, po flas, por kishte filluar dhe me kohë. Por në vitin 2001, gjë që i ka shpëtuar dikujt, sepse në vitin 2015 për shembull i madhi Billi thoshte që do ketë një pandemi të madhe dhe si do ta përballojmë ne nëse ka një pandemi dhe çuditërisht erdhi pandemia. Por problemi është që në vitin 2021 në forumin botëror u tha publikisht që po thuaj pjesa dërmuese e njerëzve jetojnë kot, sepse në radhë të parë një pjesë e madhe nuk punojnë dhe një pjesë tjetër kanë probleme të brendshme dhe janë po thuaj krejtësisht të varfër, sepse puna e bën një shtet që të eci mirë, që të ketë një buxhet financiar jo vetëm për shtetin, por edhe për popullin. Dhe kjo ka krijuar, thoshin aty, ka krijuar probleme të rënda dhe një pjesë e madhe e njerëzve janë ignorantë. Dhe pra, ata që janë ignorantë dhe hanë bukën kot, nuk duhet jetojnë më. Me pak fjalë, kjo ishte si tezë. Nga një anë, siç ju thash dhe më përpara, unë mendoj që kanë një farë të drejtë, sepse njeriu pret që t'ia japi shteti diçka. Pra pret që shteti, me një fjalë një politikan që gjendet aty, njerëzit presin që ai politikani t'i jap diçka për të ngrënë, ose diçka normal që ka disa ligje që bën njeriu që të eci më mirë përpara. Por në qoftë se populli nuk punon, është e kotë. Sepse ai vend nuk do ngrihet kurrë, nuk do rritet kurrë, as ekonomikisht, pa as edhe psikologjikisht, sepse ekonomia bën njeriu të zgjuar.
Pra, ne nëse do të mbeteshim për shembull në atë vend, pra në Shqipëri, me një ekonomi të dobët dhe do takonin vetëm njëri tjetrin, ne do mbeteshim aty, ignorant. Dhe ishte pikërisht pra reseti i madh që na bëri që të shpërndaheshim në botë dhe të njihnim botën. Dhe duke u përballur me njerëzit e tjerë, njohëm edhe kulturat të tjera, por edhe intelektin, sepse siç I themi dhe ne, më thuaj me kërri që të them se cili je. Pra, nëse ne do rrinim me njëri tjetrin me një ignorancë totale, edhe dikush është e kot që dikush thotë, po ne ishim dëgjuar, lereni. Sepse duke u përballur me të tjerë, duke u konfrontuar me të tjerë, ti kupton diferencën se sa I zgjuar je ose jo. Dhe po thosha, kjo bëri që të bësh reset I madh, pra krijoi resetin e madh të diktuar nga dikush. Kështu që në këtë rast unë them që ndoshta kishin të drejtë, megjithatë unë pres komentet tuaja, ju çfarë mendimi keni. Pra ishte mirë ai reset I madh që bën që Shqipëria, marokinët ose afrikanët për shembull që ikin që andej, sepse çfarë do të bënte një afrikan, një shqiptar, për shembull le ta zëmë shqiptar, një shqiptar që do të vinte në Itali, në Greqi apo në Francë apo në Angli apo në Amerikë. Nëse ai do të rrinte në Shqipëri, disa prej tyre që erdhën në këto zona dhe u bën dikush, pra ngritën restorante, ngritën biznese, u bën artista apo ku ta di unë. Pra nëse këta do mbeteshin në Shqipëri, si do ishin? A do qelnin si lule, ose si zgjuarsi, ose si punë? Nuk besoj. Pra, njerëzve në këtë rast ju jepet rasti, edhe afrikanëve ju jepet rasti që të shpërndahen në botë dhe të mund të bëjnë diçka. Sepse, siç ju thash, unë mendoj që ato që u thanë në forumin e vitit 2021 është e drejtë. Është e drejtë sepse, shiko, është e kotë që një pjesë e gazetarëve kanë folur ashpër për këtë deklaratë fort, duke thënë që jo, nuk mund të thuash ti që 90% e njerëzve janë ignorant dhe hanë bukën kot. Shiko, merrni indin, merrni një pjesë të Kinës, ata që që jetojnë nëpër male, merrni afrikanët, merrni, pra ka sa të duash. Sepse një pjesë e njerëzve, si ju thash, duke qenë ignorant, presin që shteti t'i jap diçka dhe nuk punojnë. Normal që edhe inflacioni ka rol të rëndësishëm, sepse inflacioni, në fjalë nëse nuk ka një bazë financiare, ai që punon, si do eci përpara. Kështu që është e lidhur, nuk diskutohet, por në radhë të parë baza është puna. Dhe nëse një shtet, një punëtor nuk punon, si do t'i marri parat? Për shembull, do t'ja u them juve, edhe më thoni thash, do pres nga ju komentet. Në qoftë se ju do të jetonit si 2000 vite më parë, ose ndoshta edhe në Shqipëri për shembull bësh edhe në vitet 800, që çdo gjë e bënin me ndërrim. Pra ti punoje dhe I thoshe njërit, më jep kaq, më jep drithin dhe unë do t'jap një gomar, ose më jep për shembull më jep tulla, nëse ti prodhon tulla, dhe unë do t'jap grur. Pra ti dikur bëje këto shkëmbime. Kurse ti sot pret nga shteti, që t'japi shteti pensionin, që t'japi shteti para, për një diçka që ti ndoshta nuk e bën fare, ose ti pretendon dhe kaq. Çdo të thotë kjo. Nëse ti do punoje vetëm për veten tënde, do të dilte ty, me një fjalë ti do jetoje si jeton sot, nuk besoj. Sepse është pikërisht shteti pra në përgjithësi që mban popullin. Por nëse populli nuk punon, nuk mund ta mbaj shteti. Pra është e lidhur me njëra tjetrën, por baza është puna. Dhe unë them që, e përsëris edhe një herë, unë mendoj që ata kanë të drejtë kur thonë që një pjesë e madhe hanë bukën kot dhe janë ignorant. Dhe doja t'ju pyesje juve, është e vërtet apo jo? Tani, është e kot që dikush mendon që reseti i madh, nuovo ordine mondiale, rendi ribotror do të bëj këtë, do të bëj atë, është e kotë që ne të flasim për gjëra të tjera, sepse ne nuk e dim se si do shkojnë gjërat. Por e zëm sikur rendi ribotror, pra po përgatit pikërisht këtë. Pra po përgatit atë që ne thamë më përpara. Pra resetin e madh në mënyrë që çdo kush të ketë shansin që të jetojë në një botë
të zhvilluar, sepse viti 2050 po vjen, sepse është projektuar çdo gjë paraprakisht që në vitin 2050 ata që do mbeten do të jenë ata që do të jenë të zhvilluar psikologjikisht, ekonomikisht të gjë, sepse zhvillimi po merr hapat mëdha. Tjetra që është akoma më e rëndësishme, para disa kohësh kemi bërë disa video dhe unë mbeta pak kur më kanë intervistuar në një emision që kam thënë këtë, që dikush mendonte që janë teori konspirative kur fola që ne jemi shumë, kur thash që jemi 8 miliard, jemi shumë dhe nëse shkojmë 10 miliard, është vendosur që të reduktohet popullsia. Dhe më hodhën përsysh. Të gjithë menduan se e kam unë fajin. Unë s'kam faj. Nuk është faji im. Unë jam popull, jam si pujra juaj. Unë thjesht me ato që mendoj ndoshta e kam dhe gabim, por mendimi im është ai. Sepse duke lexuar, nuk është se është një mendim personal kot më kot, por pikërisht sepse kam lexuar që në resetin e madh, pra shoqëritë e mëdha ose ata që vendosin në të vërtet, ata thonë që jemi shumë dhe planeti nuk mund të mbaj 10 miliard njerëz. Nuk mundet, për shumë arsye. Siç e thash më përpara, sepse ata mendojnë që një pjesë e madhe e njerëzve jetojnë kot. Pra nuk vetëm shpenzojnë. Dhe ti nëse shpenzon, përse i duhet shoqërisë? Për çfarë arsye? Sepse zhvillimi ka kosto. Nëse ti bën makina fluturuese, që për mendimin tim e kanë dhe do fillojnë shumë shpejt, sepse në 2035 ne nuk duhet të qarkullojmë më me makina me diesel dhe me benzin, kështu që ata kanë të gatshme. Dhe në vitin 42 do dali. Dhe nëse këto makina që makinerit për të prodhuar ka nevojë për shumë shpenzime, sepse do e kuptoni me kalimin e kohës, thjesht sepse i kam lexuar, nuk është se jam profet. Dhe këto janë fakte, nuk është se i them unë, janë fakte. Pra që një pjesë e njerëzve nuk punojnë dhe vetëm shpenzojnë. Atëherë përse i duhet planetit një njeri kështu? Për çfarë arsye? Do kush nga ju do thotë, po mirë, në çfarë kanë njerëzit? Është e drejtë. Keni të drejtë. Është shumë e drejtë, unë nuk jam nga anë e tyre. Është e drejtë edhe nga njerëzit, unë fakte kam thënë dhe një nëpër emisione që them që është gjuna, sepse duhesh projektuar me kohë që njeriu mos të lind disa fëmijë që të kenë probleme fëmijë. Pse duhet një fëmijë i vogël të ketë probleme? Qoftë me sëmundje, po qoftë probleme të tjera. Pse? Ose ne që kemi arritur deri tani, jemi unë 56 vjeç, pse duhet të kem probleme tani? Për çfarë arsye? Unë nuk bëra keq. Unë mundova të jetoja, unë mundova të punoja dhe asnjëherë nuk kam ndënjur pa punuar. Normal se cili bën punën e vet, sepse një njeri punon në shkenca, një tjetër punon me shat, një tjetër punon artist, si puna ime, një tjetër punon diçka tjetër. Pra, secili jep kontributin e tij, por punojmë. Dhe po thoshja, ka shumë prej tyre që nuk punojnë. Dhe kjo nuk është, thash, është e drejtë qoftë nga njëra anë, por qoftë nga ana tjetër. Ata që vendosin, sepse ndokush nga ju do thotë, po mirë, kush janë këta që vendosin? Ata që vendosin janë ata që vendosin çdo gjë. Vendosin çdo gjë. Ata që kanë krijuar paran, ata që kanë krijuar ligjet, ata që kanë krijuar që vendosin politikanët, ata që vendosin çdo gjë. Kështu që ti në një formë apo në një tjetër do apo nuk do, je i detyruar që ti bindesh atyre urdhrave. Kështu që reseti i madh çfarë është? Ky është reseti i madh. Reseti i madh, thashë më keni pyetur disa herë, kemi folur disa herë, por nuk kam qenë kaq i qartë sa tani, dhe unë do dëshiroja një komentin tuaj, ju çfarë mendimi keni? Si mendoni për këtë që ju thash? Pra për këtë thash, filloi nga vitet 74 unë vendos, me fjalë si u shkruajt, u firmos nga të gjitha shtetet, por pastaj dal nga dal askush nuk e filloi, dhe filloi pastaj nga vitet 85 deri sipër. Pra deri tani, dhe do vazhdoj kështu deri në vitin 35, të paktën, sepse agenda 30, nëse keni dëgjuar, është vënë edhe në shkolla tani, që të vijen të vendosen disa gjëra, qoftë në shkolla, por qoftë edhe me ligje, sepse dhe jemi vonë, është shumë vonë, me fjalë, jemi vonë, jo unë, jemi vonë të gjithë populli. Dhe duke qenë vonë, them që nga vitet 35 do konkretizohet e gjitha. Pastaj, për të vazhduar dhe të fillojnë që deri nga viti 50, të jetë çdo gjë gati. Ky është mendimi im, tani u pres komentet tuaja. Kalofshi një ditë bukur.